zotit Konjufca, kam qenë skeptik në kuptimin e asaj për shkak se barikadimi apo pozicionimi i partive politike ka qenë asnjë lloj që nuk jepte forcë shpresa, por kam besu diçka tjetër. Kam besu që para se të shkojmë në vendimin që presidenti ja u detyru, pra që ta merr për shpërbërjen e parlamentit, do të gjenin forcë dhe kurajo partitë politike të merrin disa vendime të cilat nuk ishin vendime për lëvizjen vetëvendosje, nuk ishin vendime për një parti politike, ishin vendime që do të afektonin të gjithë qytetarët dhe ato vendime ishin mjaft rëndësishme. Nuk ma ka marrë mendje që shkohet deri në atë mos sa të refuzohen pra marrëveshje ndërkombëtare të cilat afektojnë pra qytetarët, projektet e rëndësishme të Kosovës, pra mbi 200 milion, plani rritjes, pastaj ishin pra disa vendime tjera që ishin gjithsesi që nevojshme buxheti për Prishtinën, për Gjilanin, për Zubin Potokin, ishte buxheti për 2026, ndonë se kishte interpretime të ndryshme, por megjithatë do të ishte shumë më mirë që të shkonim në zgjedhje pas miratimit, pas këtyre vendimeve që do të ishim më të sigurt edhe si shtet, edhe si parti politike, por në radhë parë qytetarë do të ishin më komod, do të frimonin më shlirshëm sa i takon të armës së tyre. Pjesa opozitare e ka quajtur këtë si një iniciativë komplet të jashtëligjshme. Ndëgjoj, edhe çështja e buxhetit, edhe çështjen e thirrjes së mbledhjes së kryesisë, ose pas mungesës së mbledhjes së kryesisë për thirrur një seancë kuvendit, edhe për çështjen e marrëveshjeve ndërkombëtare është cilësuar si një veprim ose si një paketim i juaj për ta trasuar një rrugë elektorale. Interpreti edhe çështjen e vendosjes së zotit Konjufca si një tentativë për ta ofruar një mundësi ndoshta të paqen për ta krijuar një momentum të ri para zgjedhjeve. Jo, nuk ka qenë tentativë për të krijuar momentum, ka qenë përpjekje serioze për të dalë nga kjo situatë, sepse thonin që nuk po i votojmë, nuk po i krijojmë komisionet e përhershme dhe komisionet funksionale, për shkak se nuk ka ende qeveri. Na kemi besu që zoti Konjufca do të jetë një person i cili do ta fiton besimin edhe të deputetëve të partive tjera, edhe kështu do të kishim një qeveri e cila me pastaj do ta procedonte edhe buxhetin, edhe marrëveshjet ndërkombëtare, por nuk ndodhi ajo. Por përkundër asaj që mund të ketë interpretime të ndryshme sa i takon procedimit të këtyre ligjeve, pra projekt ligjit për buxhetin, marrëveshjet ndërkombëtare, për RTK-n e kështu me radhë, unë mendoj që interesi i vendit është më i madh se sa interpretimet, sepse nëse i referohemi pastaj edhe disa gjykimeve të gjykatës kushtetuese, nëse e shohim atë frymën që e interpretimit, kanë thonë gjithmonë që duhet dominon interesi madhor i shtetit Kosovës, i qytetarëve. Sepse nëse është kërkohet gjithmonë që të përmbushet pikun pik, 100% ajo që dikush e interpreton ndryshe. Ndoshta interesi madhor është më shumë të kërkohet rilegitimim. Jo, kjo gjithë këtë situatë vlerësohet gjithë kjo. Kjo padyshim se është po si opsion real, edhe kjo po ndodh, por unë po mendoj që para se të vinim te kjo, shumë më mirë do të ishte që të kalonin këto vendime, për cilat mendoj që nuk do të atakoj as kushtetuta, as ligjit, as kurrë, për shkak se kërkush nuk do t'i dërgonte në gjykatë kushtetuese për të pa atë mundësinë se a shkel kushtetuta, a në shkel ndaj ligj, por do të përfiton të qytetari, edhe shteti Kosovës. Do të ishim në një pozitë shumë më stabile dhe më të sigurt. Tash, ne shkojmë në zgjedhje, sepse nuk ka variant tjetër, por
e dim se zhagitja, Po ti ju thoni se kemi mundur të shkojmë në një situatë më ndryshe zgjedhje, po. certifikimi i